E kena edhe një sondazh tonin të cilin do ta bojmë sot. Sondazhi vlen për moderatorët e radios edhe për moderatorët e televizionit. Pyetja e sondazhit është kjo. Thuaje me kënjë. Pyetja e sondazhit është, nëse krejt moderatorët ishin përfshirë në përleshje fizike, kush fiton? Kush është më i fortë? Kush është më i fortë? Pra, dy emra është edhe këto, apo? Po, dy emra, men ban me o dy emra. Po, tamam, dy emra dhe në fund i mbledhim votat edhe ta shohim se kush është më i fortë prej moderatorëve në një përleshje fizike. Flasë moderatorët tanë. Kosovë, Shqipëri, shto. Po. Shqiptare. TV edhe radio. 038 73775 edhe 049 424 242. I njëjti numër është edhe në Viber, që na i ka shurogi Valvon. Allo, i mgjis, qërëtin është akshtu do kush ma i fësishëm, po të kalëzë me një uppercut. Uppercut. Allo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe juve. Ana i dy emra. Dhe televizionit atra? Edhe televizionit, edhe të radios. Moderator, s'ka rëndësi. E dita dole, se s'ki fjek dora ja. Po kuj, bove se dita është e but. Edhe blendi Fevziu. E për blendin Alinat Shkovit. Anin shekat, Shkovit Magic. Blendi kur ta pëshën ma shumë djekë se sa se të bërë. Magjistori një herë. Alo, mirë mëngjes. Alo? Përshëndetje, ti ke kufjet. Heke kufjet. Hajtë për të prejë, gjithë ka me thonë. Ko, kena, vatë, kena. Ja, shtë kësnor. Alo. Hajde. O, ju dy edhe unë, sa ka tu prej këshim krejtë. Po ja, dy emra thuj në fund. Po ju dy, ti... Ja, ndoma si jena edhe si ta sa ka te gizët. A keni qatin e loqel? Jo, ja e këna më shenë. O, një pytje bre, bënja tjetër e ku të keni kuën, se kam shumë marak. A egzistan Kurgjoja, azjeja? Gama, t'ja bojna një edhe një pytje, pse ti gjithmonë kime thonë diçka ma shumë se tema? O, e shkrova porën, se s'mujta më morë lidhën, kom fjetë 100.000 herë kom fjetë porën për pjesë. Hej, i përshtes, a? Hajde më shmirë, Zdam, na kështu. Ja, zva. Na dëves, po ja, apo presim, alo mirë mëngjes. Nëse krejt moderatorët shqiptari ishin përfshirë një përleshje fizike, kush fiton? Dy emra. Robert Berisha, pa bля se këtë mund, pa emra. Valoli Vargjvile. Robert Berisha edhe? Shkaj, një emër. Roberti, valoj. Po, e ka trupin fitness. Po, fitness. Po, valoj, qëtat fitnesset, ty falej. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përgjigje. Kush o maj forti për moderatorë, nëse ishën rejkejt? Edita, njo, si ka marrë disa taktika. Atje në Shqipëri. Po, bravo, po, edhe? Edhe Robert Berisha, që me ndu. Edita taktika ti ka marrë, vës për të kalëzit qatë që ka robesh. Se forte konë që ato dy dit. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kush o maj forti prej moderatorën Kosovë dhe Shqipëri, TV edhe radio, nëse keti shumë ka për rej, kush kish fitu në fund? Gjenqe dhe Gisa. Po thu që na dy, a? Ju dy. Valla po, unë s'pëlqej pe. Unë për thom edhe Robertin ta palej. Edhe tu, re, javë qëni një fora të anisim kesh njëjmë me ti. Ja, na, dere ti gicëm, shtu si pitbulli. Dere ti bashkojnë a dhëmë. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, hajde nëse... Po? Berat Buzholla edhe Giza. Që Giza? Berat Buzholla, alikove të fundit që shon nervoza, e të e verejt. A i gjithë nervoza. Gjithë e ka një problem që ishte në grati. Garante kish mujtë Gizën. Në kësha gjitë, në veshë kësha gjitë. Si Tysoni. Ja, unë të bja unë ati. O, zëtë si Tysoni. Alo, mirë mëngjes. Alo,
Allah më mëngjes. Kush është më i forti? Ona. Kush je ti? Jo, me nëjë si shkon më i forti Arjan Çani. Kush? Arjan Çani. Arjan Çani, ku ani ai si ani kështu çyshe han këto Milën. Po. Wallahi. Ja, ba Arjan Çani vetë këto ka të fort, kurse tjetër. Po. Edhe se thosh nashta bash moderator, po është ai komentatori që komenton ndeshjen e Velecipës. Në trekëndsh. Cili komentator? Është në trekëndsh. Në trekëndsh. Po Fedin Shqipëria, po s'ja di emrin. Po. Se di atone, veç Është një komentator. Okej, pelojnë atë komentatori edhe Arjan Çani. Arjan Çani, se ato s'ja di emrin. Okej. Pra pyetja është për të gjithë moderatorët e TV-s-ve të radios si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Allah mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush është më i forti me moderatorët nëse ishin rrej? Kush? Naima Bazë dhe Mihria kishin fitu. Po thua. Me urreja. Po, valla. Po çish bre po Shumë Naimi. mirë bashkë. Hajt Mihria kisha thonë, po mi Naimi. Naimi është i butë. Ai vetë pa humbur kohë pelojnë as të rreh. Hajt Mihria edhe Mihria dyqysh ma se, mo Naimi është. A drejt që nuk shi vogël, papi. Okej, falënderit për përgjigjen. Allah mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kush është më i forti? Giza dhe Labinët Gashi. Labinët Gashi. Nuk ati që s'fol. Giza hen të... Po dira i buta, ai me thoj me kriza, e dhe mëre. Do mi ma të gjithë. Që ati du... Va. Wolverine filmi. Do mi ma të grith. Alla. Apo i kena vëdjen të dhe qikat, apo? Po. Pa, se kuptove hajt. Alla. Kush është më i forti për moderatorëve? O, Giza, bre. Edhe Blend Murati. Edhe Blend Murati. O, Blendi, ku a Blendi? A ka orë Blendi? A këto? Kur dush doli më rrej me Blendi. Që të i qesë me njerën për lojnë. Ja u lëshej Giza. Ju të shkyn. Se më në pjo dok në i fortun e bashkë nëjsa. Je. Alo. Ku është menon që erë ma të forti? Lita doli dhe Lita Brisku, pik. Pik. Vazhdojmë nesër. Vazhdojmë nesër. Sot më rëpse nesër. Sot dhe pika. Pra dhe njerë është të pyetja nëse krejt moderatorët në Kosovë dhe në Shqipëri, TV edhe radio, përfshihen në një përreshje fizike, kush fiton në fund? Kush u përmenderi? Tash mos emra. Edita Doli, Blendi Fevzio, Robert Berisha, Genci, Giza, Berat Buzhale, Arjan Çani, Mihrie Braha, Labinët Gashi, Blend Murati, Nita Brisku. Pra, dy emra na thuani, mundeni mi thonë edhe emrat e njëjtë, se në fund kena me zgjedhë ma të fortin, pra kena me bu një top 8-she, do t'i mbledhin votat po edhe kush do që mendoni jo. Allo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush është më i forti? Luana Vjullë, më ju falën, ka gjithë për njerë. Valla, mu më lëshojnë kompë që të shah. Jo, po t'kallëzoj mu... A që unë është ka e gici. Luana edhe? Edhe shkaj. Po, edhe shkaj. S'ka problem. Valla, Luana na kishë dhej, se ka njerë do kështë si mashur, si burë. Ha? Na kishë rej. Po, si shë Allah. Shumë mëre. Shumë në keshë ato buzhali që e Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Hajde, kush është më të fortit në përleshje fizike për moderatorëve, dy emra? Mendoj Alaudini i klanit, sidomos kur ju piskat ke banorëve. Ty ka të regu burni. Nashta me bërtit, na po thëna murre. Po dhe murre, a i se lëshën udhe. Po thunë edhe Genc. Edhe Genc Hamza. Genc, he drague. Okej, Alaudini edhe une. Allo mirëmëngjes. Alaudin Hamza dhe Genc Hamiti. Ta Alaudinin besë kisha prejk, bre. Alo mirëmëngjes. Se të qysh. Mirëmëngjes. Ja kisha rrugë teshat.
Po dhe s'ka problem. Alo. Ana dy emrat moderatorëve. Edita Doli, Nita Brisku. Bravo! Bravo! Ku je Edit, bre? Ama në fund nëse fiton Kjo dhe Edita Nita. me Nitën, i kisha shti mu rej. Live në shesh. Alo, mirë më nëgjes. Mirë më gjithë. Nëse krejt moderatorët përfshirë në një përleshje fizike, kush fiton? Numër 1 Edita Doli, po aki pas sa ushtar t'i ka ja, komandant. Jo me ushtar, vezvet. Po ja, që ajo arsyeja ke e mirë që ka qenë në Shënxhen. Në ushtrime. Po, edhe atje ka marrë Tjetër, trajnime të ekspertve. edhe një emër? Edhe Donika, që punën të ju. Donika Hyseni. Po që Donika na kishë reja. Ajo ka stylin baksimas, sigur zogëve. Të djaloshme. Donika, ola, ka njerë nga bërteta, ki po, qume kry këtë punë, qume. Ja, në zabre. Përshëndesim shumë Donikën. Donikën a më resët në shqipë shumë aj forti. Alo, mirë më gjesë. Mirë më nëgjesi. Nëse krejt moderatorët Kosovë dhe Shqipni, ishën përshti në një përleshje fizike, kush fiton në fund? TV edhe radio, edhe TV edhe radio. Blend Fzio. Po. Fzio, Blendi. Po, E vënë me nësë. Edhe Ermal Panduri. Edhe o që a kisha si termonin me Blendin. Me një mes, me nënë runda, 1 minutë e gjysa. njoni qel, njoni me flok. Aty kush pas për parësi Blendi se e kish ka për flokve. Kish ka për shkësja s'ka. Skof, qel. Nësë nësja fel shkopin kry. E ki po, ty t'ka njerë hinë si nervës. Po, ju si nervoz. Ju si nervoz, po me konë flajt, edhe me pas zonin në shut. Thuna henën në shpe. Halo, Pra, kush fiton, kush o maj forte? Trakla dhe Mustaf Musaj. Të O, rakla, Mustaf Musaj, Trakla valla që shështë i gasën me mbrin as me rok. Edhe kam peshtë e dytë shumë, kështu që... Po, Trakla i holën kështu për pesht hol po mënën. Po në tollë. fesha Pesh matleta. atleta. A Mustaf Musaj, valla kështë e ka një fartyret nervozit. Staf muqa, a ke ka këtë lojme të seriozja. Po, a i edhe një lajmë mirë me ta e, po në menoj që është lajmë i luftës. Po, sot Kosova i fitoj 8 milion euro. O, ti të uruj, të utut. Të tut, mos më gjuj. Ale, mirë më nxes. Mustaf Musaj. Mirë më nxes. 2 emra. Jenë si Giza, normal kjo. Na dy, a? Okej, falemderit shumë, vazhdojna me tjertë. Allo, mirë më nxes. Mustaf Musaj. Nëse krejt moderator dëshim përfshi në një përleshje fizike, kush fiton në fund? Molin këtë Blendin. Me Blendi Fevzion. Po, dhe këta dy për arsyet? Të bëjnë me portal gjithashtu. Alo? Jo, respekt për krejt, Ja, kështu si për sinqerisht, nështë. po. Mëngjesi. Mirë më nxes, 2 emra. Emrat nuk ja divi që janë një dy kësej moderatorët Zjarr TV, është një emision në Shqipni, që ato dy atë kishin fitu. I kanë ato Shmirë, C4 atë instalun. Kush? C4 e instalun e kanë. Shkryje Zjarr TV. Dhe shkruje Zjarr TV për dy kanë Jo, ata. bës të shkrujës. Jo, A mundën imi përmen edhe emrat e njëjtë, se na i bledhin votat, në fund e bojna një top 8, pra Jo, për bojna besi si. sondazhin tonë. Allo, mirë më nxes. Mirë më gjithë. Pra nëse krejt moderatorët e televizioneve, të radiove, në Kosovë Shqipni, rejën fizikisht për leshën, kush fiton në fund? Edita Doli, Valem Dervisholli. O, Valoni, ta falem me një frymë, bre, po Valoni, s'far ta. Valoni, bre. Valën Dervisholli. Ani si shu të qetë që tash. Ai Jo me çast po smeje vjen. Valonit. Valoni se kum pa nervoz, asnjëherë. Po dhe mu bo nervoz. Po si ka hije, Po bre. si ka hije, Si ka bre. hije, Valoni. Nuk e ka Allo, natyrën e nervozitetit. allo. Me që bufi e ka pas në emision,
Fatmir Spahiju. Po, hën. Allah i bufi, kishë më të vëgam. Masha zot. Aja ka edhe një të mirë, e ka edhe një të mirë, që është pak i trashë nuk i ninë edhe me ahin barkë. Kush është i trash, bre, kush është i trash? Ty. Me e unë e pola. Edhe kush tjetër përveç Fatmir Spahijut? Bufi si sumo. Edhe? Sumo. Kush tjetër? Ta një apet bufi shko një dyti. Ja, thuna dhe një Edhe një amër. Se i paski interesant idejat. Po di Allah, një të holë shtu me zetë, po... Po ja, kush menon të që nëse bufin s'kishë mujt me rej kërkosh edhe kënd tjetër? Edhe kënd tjetër, këto, veç pak. Me Faili edhe me Faili, kom prezentu me Faili është për herë. Uaj, me Faili që ka mojt emisionin e mëngjesit aerobika, po? Aerobikun, po. Para, dyta, treta, kata. Edhe ato që jo konë me gramatik, diskan mëngjes. O Giz, valojnë bufin. Emisionin me varaminoj të e mojt me altir shok. O Giz, valojnë. Falemderit, bufin i mesën e rejhe. Ja, bufin është problem. Ashtë të jam shënë, a i vis ta mongë shtë dorën të tajnë ka një shëpjak. Ting, si a i bët sponsor, atë shukon a i... Vëspanseri. Vëspanseri. Po, qashtu aki, po që shi reka, vesh një dore moj ke largë. Po, qashtu dhe bufin a kishë rej, ka një shëpjak, zdish. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesaj. O, gjesa edhe juve, dy amra. Giza X2 Masetan Mesh. Giza Masetan Mesh. Dy vota vata, dyjat. Giza edhe kush? Edhe ty, dyjat, X2. Ja, anaj dy amra, se përna du një mbledh votat në fund. Vala dhe... Roberti, po. Roberti, okej. Edhe njëherë emrat që më përmen Giz? Është përmen Edita Doli, Blendi Fevziu, Robert Berisha, Genc Hamza, Gzim Rezipi, ose Giza, si që njët në... Në trojët tona shqiptare. Berat Buzhale, Arjan Qani, Mihrie Braha, Met Shoqin, Labinot Gashi, Blend Murati, Nita Brisku, Luana Vjolca, Alaudin Hamiti, Doni Kyseni, Ermal Panduri, Trakla, Mustaf Musaj, Dervisholli Jon Valoni, Fatmir Spahiju dhe Mefael Bajqin Noft. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Pra, nëse krejt moderatorët si në Kosovë si në Shqipni, përfshinë në një përleshje fizike, kush fiton në fund? Trilona dhe Agjifem. O, ma të butit i kezi. Jo, ma të butit. Jo, me urre. Me urre, ma, Trilona az... O, mësë bëksi karameli. Ani Agjifem, ja, be cfa. Ja, anë e gjemra ma të fortit për flasim kështu. Ja, s'ka pëshes, kjo ka menu se... Mirë mëngjes. Antigona Qena dhe Vera Hima. Antigona Qena, Vera Hima i ka lëdzu lajmët, apo për para? Po. E të uta Hamzën, a e manë me lajmët e mramës që i ka lëdzu? Jo, veçam drita gërmiza e manë. Pran Vera, të uta. Po, i këto shumë të buta bre, pëse për përmeni e mra buta. Drita gërmiza e manë. Falimderit shumë. Jo. Të butë shumë, amra të buta. Alo, mirë mëngjes. Moderatorët? Nëse krejt moderatorët, Kosovë Shqipni, stacion aktual, po flasë. Po. Stacion aktual. Alo. Anaj dy emra. Përshëndetje. Adi Krasta. Edhe Adelina Ismaili. Bravo për përgjigjen, shumë më pëlqej. Adi Krasta, ajo është nervës për natyre. Po. A ke po. Adelina. Për këtë e vesëm Leonorën ma mirë. E thirë njëri që e ka provu. Aja e den. Ajde mirë mëngjes. O, zot. Dy emra. Qa thonë Resul Sinoni, Adi Krasta. Adi Krasta dhe Resul Sinoni. Adi Krasta, ta e më një farë vështimi që... A di që shkojnë Adi Krasta? Giz, ashtë që s'kishe mujtë me rokë se si ishtë dërvjellët. Po dhe drejtë që është... A din se edhe në punë, herë RTK 5.000 euro, herë ati, a din, herë drejtori RTSH, a din dhe që si ishtë dërvjellët. I leveshëm. Ashtë alo mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Pra nëse krejt moderatorët përfshinë në një përleshje fizike, kush fiton në fund? Robert Boja dhe Lobi. Kush Robert? Boja? Robert Bojaj. I ATV-s ki... Okej, të menu që Berisha. Po, edhe kush? Robert Bojaj, edhe Lobi. Lobi garant Labinot Gash. Labinot Gash, që ta i të grit. Po. Apo? Para menoj me të grit. Lobi, pës.
Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Aj, kuk. Mirëmëngjese. Vazhdojna me tjetërës, si që kemë po me prit. Alo, mirëmëngjes. Po preke që jo një fabrik, po me full s'fall. Alo, mirëmëngjes. Qa di krasa sa më interesant që duhet. Nëse krejt moderatorët përfshihen në një përleshje fizike, kush fiton? 2 do, ha? Po. Robert Berisha. Po. Bravo. Edhe Adelina Eksmali. Pse po më nësi? Kështu ku Leonorës, jam i. E fort, shumë e fort. Kale shqirë. Alo? Alo? O, zata. Mirëmëngjes. 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 Pra nëse krejnë moderatorët e televizioneve dhe të radiove përfshirë në një përleshje, kush fiton në fund? O ma mërmenja e i zërit Amerikë sa baza e parë, një numër një. Vllojna i ma bazit atë, që ka pas emre? Po, qaj. Pas në harë. Ja ka marru emre. Ha? E pse po? Nese pe tini qaj trafi modhe. Po? Edhe i këtë ves këj farë i sniqje, qka leka. Lekë rezniqi. Ha. Këj këtë vësa që i lezën lojme ta. Ta e të but, bre, bashkë ma të butit i ke zitë ti. Pa e askimet më rësi ka ndole halove që a i do Ata që ta dy ki numër një Kosovë. O, kry. O, për përleshje fizike jena të folë. Allo, mirëmëngjes. Numër një për më rejnë Kosovë. Mirëmëngjesi. Dy emra. Mirëmëngjes. Dy emra. I pari është Milaim Zeka. O, po, bravo. Ju keni me thonë që jo ato e kanë re, nuk o pa ditë o korë në teshat shkollës. Edhe tjetër, edhe një emër? Edhe i dytë jo me Bikajtozi, e ke po me ato që romat me vija, e ke po që e di romat më nuk e po. Edhe me shyzat e po shpibin që din t'i shtapu. Bikajtozi është analist, jo moderator. Na po thujna moderator. A, moderator? Po. A, ja, Berat Buzhole, edhe me do që ropa me vija. Edhe i ka. Shkë e di Roma e ka infektu mas pari Adriatik Elmendin. Po tash me di që të është dilema, a Adriatiku e di Romën, a e di Roma Adriatiku. Kush është i pari që ka fillu? Që ka fillu me lulu qëropa. Alo. O, zët. Kone tha kë Berat Buzhalin edhe? Berat Buzhalin edhe... Milaim Zeka. Po, Milaim Zeka. Po, ala, Milaim Zeka edhe është i përvu me Dajak. Alo. Dy emra. Artam Bakia edhe Ridvan Berisha. Po, ala, bravo, po më pëlqejnë emra që i ki përgjellë qërë Artani kështu më seksionit e emisioni ka nga jonë. Po, ashtë e kongë të shpirtit. Ashtë e kongë të shpirtit që është i butë dhe që Artani 2 metra njëri pasha zotin me bo edhe dorën e kështë madhe që kaqë. Me bo me të gërdit Artan Bakia për të kalzej për to, këtë qëtë. Edhe Ridvan Berisha. Edhe Ridvan e një farë nervozi kështë të pinatyre, sa? Po këftar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dy emra. Leonora Jakupi dhe Adelina Ismaili. Nuk është moderatore Leonora Jakupi, një emër tjetër. Moderator? Oke, Adelina Resul Sinoni. Oke, faleminderit. Alo, mirëmëngjes. Pra, nëse krejt moderatorët përfshin në një përleshje fizike. Pra, nëse krejt moderatorët kapën me urrej, me zveti, kush fiton në fund? Dy emra. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Kush fiton në fund? Pa bosh me nëjë si ja u kishë si rock të Robert Berisha. O, mos shoj, o, zëti se... Qa shto dhe ty, aloj, një, krejt. Mo me shoj. Alo, mirëmëngjes tjetëri. Alo? Unë veç doshta më ndërlidhë me qatë dëgjusin më herët edhe me i thonë që shëshërë që nuk është prash dhe moderatorë se një herën mi patarë bëhund në mision. Sa vire e vitoj. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pra në sekret moderatorët përfshin në një përleshje fizike, kush fiton në fund? Bledi Fevziu me atë shkupin ma gjek edhe Berat Buzhola. Berati jo që i furt po asi mangupi që stil me frik tinza. Hajde, ciao, okej.
Allah mirë më gjas, shumë. 2 emra. Unë e këshaja Megi Pojonin edhe Milajm Zekën. Milajm Zekën po, Megi po... Edhe Megi që tash një po të në fundit ja ka njës më merë në këta Big Brother. Mes me po vjero këty në dëve në fund, kisha thonë që e merë Milajm Zekën. Pse po thunë që e kish rrej Milajm me Megi Pojonin, a? Ky fej goje e kish rrej, e kish... Okej, falenderit, përshëndesim. Allah mirë më gjas. Shënë ato të ndashit pak në njush. Të ne këthejnë a pestëm. Muzikën pak. Po. Mirë më gjas. Pra në sekret moderator përfshina një përleshje. Kush fiton bre në fund? Kush ka në rej? Ridvani edhe Milajm Zeka. Po thutë që Ridvani me Milajm në fund, a? Po ati kanë punu të në rëtë kë, po atia të kanë pohma, ka pas kejna. Ka pas ju ka ro me unë zej ma shpesh. Ma si kam punu tha në RTK ka mujtë mu provu me kësi gjona se RTK po ju ka dole emri. Allo mirë më gjes. Mirë më gjes. Besim Dina Robert Berisha. Besim Dina dhe Robert Berisha. Besime nështë ta nga kish mujtë kështu me menqëri se po allot me shuptoka të arzë. Allo. Respekte. Deri tash emrat që jënë përmen, gjisë në fundin bërëm... Po, jo, që kam njetë mi përmen, shumë jënë përmen. A po, a? Po nervoz. Alla, ide, na fajt, se po më rejnë, a i ka? Po të rejnë, ca ka tej. Anë emrat që jënë përmen, krejt jënë përmen. Su me i të kërkosh pa u përmen. Vesh kusht ju bjerë men përmen dhe. Allo, mirë më në gjes. E, ca ty. Alo, mirë më në gjes. 2 emrat. Ka pas qefi po në Ermal Pandurin edhe Erol Grapsin. Erol Grapse, hajde fejon të në kaldu kush është Erol Grapse? Erol i ka punu në Dugajin ma e, ta kërkën radionik. Konkurenca me zveti. Va. Do me di që e të thonë fejon, po, që ashtë në du. Hajde edhe një telefonat edhe të më ledhën votat. Shkoj viti. Allah, përshëndetje. A ki me mbledhë shumë, a? Jo, po drejti shkrujna se po vënojnë me shkruj. Allah, atër, edhe 2 telefonata, a bërë. Bën. 3, hajde 4. 2 emra. Ishtë një i fundit të qakëristi. Po, po se stash update-i vajderit, allo mirë më në gjes tjetëri. Pra, nëse... Po, 2 emra të lutna. A përna të gjënë? Jo, vazhdojmë tutje. Edhe një telefonat kami. Jo, dhe 3, mos... Shumë shtër me të rejtë. Alo, 2 emra të lutna. Po, ai s'pja di bashemnin e sigur, veç ai Aldo, do këtë ata telefonu s'këshyr me rejtë, se lemo. Aldo Morning Show, okej, edhe? Edhe Milajm Zeka, në. Aldo të dhe shikus pa këshyr me rejtë. Sa së telefonus. Allo, mirë më në gjes? Mirë më në gjes. Mirë më në gjes. Pra në sekret moderator dëshim përfshinë një përleshje fizike. Kush fiton fund? Mirë më në gjes. Po, kur... 2 emra, të lutna. Arben Ahmeti. Po. Edhe ky Valamales Maloku, që shë paten. Valon Maloku. Valon Maloku. Ja dhe Armendit s'tar shushu do pësu. Ta fry. Ta shpithojnë mo ky Valamales, ky Ismail Homit. Ismail Homit. Edhe fundit telefonat, allo. Krejt e fundit, nëse krejt moderator të Kosovën Shqipni shë përfshin në një përleshje fizike, kush fiton në fund? Allo, mirë më në gjes. Alo? Po, hajde e fundit, alo, 2 emra të lutna. Berat Miftari dhe Besim Dina. Berat Miftari dhe? Besim Dina. Besim Dina. Kështu. Po fillojmë prej vendit parë, po është interesant. As mujna prej tetit, a? Po mujna, bre? Hajde dhe ma interesant. Mujna, po është pak një farë problemi. Sasht. Hajde, po të presim këtu jemi, pra qërën e foli, dhe i satim lethe, a? Që lema? Në vend 8 është Adelina Ismaili. Në vendin e 8, pra, nëse krejt moderatorit ishin përfshi në një përleshje fizike. Në vend të 7 është Ermal Panduri. Vendi 8, Adelina Ismaili
Në vendin e 7. Vend 7 shu Ermal Panduri dhe Gens Hamza, se i kanë votat e barabarta. O, Ermal! Hajde deri në studio që jedu mbusë. Shu e bashkë me Gens Hamza në slash aty. Atër, vendi 7 Adelina Ismaili, që thamë është provu Leonora Jakubi për këtë punë e dën. Po. Ermal Panduri dhe Gens Hamza në vendin e 7. Në vendin e 6. Berat Buzhala. Vezvet. Pra, kjo kështë të qenë i 6 maj forti nëse ishim rej moderator mes vete. Në vendin Berat Buzhala. Qështa edhe Giza thaja kisha gjicë veshën si Tysoni Holyfield. Në vendin e 5. Pret, dejtë shkruan. Pret. Në vendin e 5. Milaim Zeka. Milaime e kom pritën top 3 mos me trajt kolegi dashën. Milaim Zeka dhe Blendi Fevzio i kanë votat e barabarta. Shkruje me Blendi Fevzio. Po, a? Po. Që menova që Blendi po del. Jo. Është interesant. Blendi për shkak shkopit, Milaimi edhe është i provu pa. Vendi 4, moderatori maj forti për përleshje fizike është Giza. O, Giz! Po qëto është... Nejse, po. Me ka një, hajde, se ka keme dika. Po, Giza është, unë jom faktikisht 3 parti në pikë barabarti bjen. A po, a? Po. 3 parti. Po, është Dita Doli, Roberti edhe une me ka 7 vota. Veni par? Jo, veni 4 ka njerë, ka do menovat e i 3, përse mu ka përzili lista. është Ridvan Berisha. Se pësona për 3. Ridvan Berisha te 4. Ridvan Berisha 4, unë 3. Robert Berisha 2, Dita Doli ne. Ta është të tire me ditën. Qashtu, Giza numër 3, po na i kena pikë të barabarta e ditë. Unë, ti edhe Robert Berisha i kena ka 7 vota. Hajde mëra? Edhe Edita Doli numër 1. Po, hali, 10 sekonda. 10 sekonda, na vynë. Pra, Edita Doli na kish rek krejtve. Lajmëra, ho. E, amra interesant. Po, vënej ka në emision së është të vozit, lesa nuk e qenë kërë të vozit. Po, ja se na shujtë ma herë, se shujtë është. Atër, Edita Doli na kish rek krejtve, edhe Robertin, edhe Gizën, edhe Ridvanin, edhe Milaimin, edhe mu, edhe Ermalin, Adelina, edhe Beratin. Edhe krejt. Krejt.